Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, sa i mirë që është Ramazani me agjerim, me namaz e me Kur'an, me dhikr, me sinqeritet e me dua, me mbajtje të lidhjeve farafisnore, me respekt të prindërve, me namaz të taravive, me sadakatul fitr dhe sfundi me natë të kadrit. Çdo gjë në këtë muaj është e bukur, mirë po më e bukura, më e vlefshmja në të është një natë e cila gjendet në pjesën e fundit të Ramazanit, pikërisht në pjesën dhe në natët në cilat ne gjendemi tani dhe ajo natë quhet nata e Kadrit. Sa herë vjen te kjo pjesë e fundit të Ramazanit, i dërguari alayhi salatu wassalam shtonte dozën e adhurimit. E ngjallte natën me adhurim, i zgjonte dhe anëtarët e familjes që edhe ata të bëjnë adhurim së bashku me te, por dhe distancohej dhe largohej nga gratë e tij. Dhe besimtari duhet ta ndjek shembullin e tij, duhet ta duroj, sidomos në këtë pjesë të fundit të Ramazanit, etjen më shumë, duhet ta duroj urinë më shumë, duhet ta duroj lodhin më shumë, duhet ta duroj pagjumsinë dhe të fokusohet në kryerjen e veprave të mira, për shkak se kjo pjesë e fundit të Ramazanit është pjesë me vlerë të madhe dhe vepra e mirë e cila bëhet në të është vepër e cila ka vlerë të madhe, por dhe sevap të madh të Allahu i madhruar. Në këtë pjesë të fundit të Ramazanit gjendet një natë e cila quhet nata e Kadrit. Dhe nata e Kadrit është e veçantë për këto arsye. Në këtë natë Allahu i madhruar e zbriti fjalën e tij në tokë, e zbriti Kur'anin dhe për këtë Allahu thot inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. Nata e Kadrit është e veçantë për arsye se është e begat dhe begatin e saj e ka vendosur Allahu i madhruar dhe për këtë ai thot inna anzalnahu fi lejletin mubaraka, ne e kemi zbritur Kur'anin në një natë e cila është natë e veçantë. Nata e Kadrit është e veçantë për shkak se është më e vlefshme se sa njëmi muajt e tjerë. Dhe për këtë Zoti i madhruar thot Lejletul Qadri khayrun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e vlefshme se sa njëmi muajt e tjerë. Nata e Kadrit është e veçantë për arsye se në këtë natë zbresin melaiket, por dhe zbret meleku Gjibril dhe zbritja tyne bëhet me leje të Zotit të tyne, dhe për këtë Allahu i madhruar thot tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim. Në këtë natë zbresin melaiket, por dhe meleku Gjibril dhe zbritja tyne bëhet me leje të Zotit të tyne. Kjo natë është e veçantë për arsye se në këtë natë vendoset çdo gjë që do të ndodhë deri në natën e ngjashme të vitit të ardhshëm, deri në natën e Kadrit të vitit tjetër. Çdo gjë vendoset me urtësi të madhe, vendoset kush do të jetojë, vendoset kush do të lindë, vendoset sa do të jetojë, vendoset kush do të jetë i lumtur, vendoset kush nuk do të jetë i lumtur e kështu me radhë. Pra çdo gjë që do të ndodhë në tokë për robërit e Zotit prej kësaj natë deri në natën tjetër të vitit të ardhshëm vendoset madje me urtësi të lartë, dhe për këtë Allahu i madhruar thot fiha yufraqu kullu amrin hakim. Në këtë natë vendoset me urtësi çdo gjë që do të ndodhë. Kjo natë është e veçantë për arsye se është paqë deri në agim, dhe për këtë Allahu i madhruar thot salamun hiya hatta matla al-fajr. Kjo natë është paqë deri në agim. Kjo natë është e veçantë, nata e Kadrit është e veçantë dhe zgjedhur për arsye se në këtë natë Allahu fal gjunahet atij personi i cili e kalon këtë natë duke bërë namaz. Dhe për këtë i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam ka thënë men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili e kalon natën e Kadrit në namaz apo duke fal namaz, por dhe duke shpresu në shpërblimin e Zotit të tij, do t'i falen gjunahet e kaluara. Pra për të gjitha këto dhe për shkak të asaj se kjo natë është e veçantë, është e bukur, është me vlerë, është e begat, Allahu për të zbriti një kaptin nga Kurani, të cilën e emërtoi si kaptina e Kadrit. E mësuat se sa me vlerë është kjo natë. Dhe duke qenë kjo natë kaq me vlerë, atëherë padyshim se çdo punë e mirë e cila bëhet në këtë natë është punë me vlerë po ashtu të madhe.
Atëherë shtrohet pyetja nga vëllezërit se çfarë duhet të veprojmë apo cila është ajo vepër më e mirë të cilën duhet ta veprojmë nëse supozojmë se kjo natë është nata e Kadrit. Këtë pyetje ja bëri pikërisht Aisha radiallahu anha të dërguarit e Allahut alayhi salatu wassalam, e cila i tha nëse kam mendimin se kjo natë është nata e Kadrit, çfarë duhet të bëj? I dërguari alayhi salatu wassalam u përgjigj duke i thënë asaj: "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Allah, ti je falës e do faljen dhe më fal mua. Edhe ne themi: O Zot, ti je falës e do faljen dhe na falni.